Mirëdita të gjithëve. Nëntori po afron dhe sipas të dhënave të një ish komandantit të NATO-s, Rusia dhe Kina kanë në dakord të rimarin disa toka që u përkasin, por që nuk janë më të tyre. Kina ka ndërmend që të rimari edhe njerë Taiwanin, kurse Rusia të rimari jo vetëm Ukrainën, por edhe disa vende të tjera, për shembull Lituanin, Letonin e tjerë. Dhe në qoftë se NATO ngrihet dhe thot jo, nuk do t'i marrësh, çfarë ndodh? Për mendimin tuaj. E dini se çfarë ndodh tani, po ja u tregoj. Atëre, duhet të dini që kemi folur për shembull për BRICS-in i ndërtuar ose i formuar në vitin 2024, kemi qenë nga të parët që kemi folur për këtë argument, ku u krijua rendi i ri botëror. Pra, jo rendi i vjetër botëror, por rendi i ri botëror, i cili ka në brendësi disa shtete të mëdha: Rusia, Kina, Korea e Veriut, disa vende të Afrikës, madje edhe të Amerikës Latine, duke filluar nga Brazili etj. Por, pra, nëse ne nuk po flasim për ato, por të flasim vetëm për këto që janë këtu, pra që gjenden mes tyre shumë afër, Rusia, Kina dhe Korea e Veriut. Nëse të treja këto bëhen bashk dhe luftojnë kundër Evropës, sepse Evropa do ngrihet, sepse gjendet brenda NATO-s me Amerikën, dhe ngrihen të gjitha këto, Amerika, Evropa, ndoshta edhe Australia, ngrihen dhe luftojnë kundër grupit të BRICS-it. Çfarë ndodh sipas jush? Ju kujtoj që BRICS-i vetëm me ushtar janë pafund. Dhe tjetra është gjëja e parë që ndodh, gjëja e parë në absolut është mungesa e komunikimit. Po si do të ndodh mungesa e komunikimit? Tregohet që Rusia ka një armë që nuk flitet, dikush thotë që e ka, dikush thotë që nuk e ka. Ka një armë e cila gjendet në hapësirë. Dhe dikush thotë që janë në 3 pika të globit, dhe ato janë të gatshme gjithmonë aty, që në qoftë se do të ndodh një luftë, gjën e parë që bëjnë, ndërpresin sinjalet e komunikimit. Pra, shkaktojnë një dëm kolosal të gjithë komunikimit, duke filluar që nga satelitët. Pra, gjëja e parë, shkatërrojnë sinjalin e satelitëve. Jo se shkatërrojnë me bombë satelitët, s'ka nevojë, por mjaft që të shkatërrojnë frekuencat. Dhe në qoftë se shkatërrojnë frekuencat, pra vibrimet e frekuencës, sepse çdo gjë është vibrim, nuk ndodh për një vit, për një ditë, as për një muaj, por për muaj të tërë. Dhe gjëja e parë, si ju thash, ne komunikimin kryesisht e kemi telefonat, apo radiot, apo çdo gjë, ndoshta edhe televizori, e kemi nëpërmjet këtij sistemi, pra të satelitëve. Dhe nëse satelitët nuk do të funksionojnë më, çfarë ndodh? Pra, komunikimi është gjëja e parë, por jo vetëm në hapësirë, sepse tregohet që edhe në sipërfaqen e tokës kanë disa armë që shkëpusin totalisht komunikimin. Pra, ti nuk do të marrësh më dot në telefon, nuk do të bësh më komunikime me rrjetin apo ku ta di unë. Mund të kesh bateri sa të duash ti, sepse disa thonë që ka bateri, po pastaj ti nëse nuk ke bateri, ti nuk mundesh. Nuk mundesh që të komunikosh, sepse sinjali nuk ekziston më. Ne lëvizim, me fjalë, ne komunikojmë nëpërmjet disa sinjale që janë ato vibrimet. Dhe secila ka një frekuencë të caktuar. Mund të komunikojnë ushtria mes tyre, mund të kenë ndonjë zhvillim, me fjalë, ose mund të kenë një kundër veprim që mund të komunikojnë mes tyre, por jo populli. Dhe po flasim për muaj të tërë, ndoshta edhe vjet të tërë. Por nuk marrën këtu, sepse gjëja e dytë që ndodh, shkëputet rryma elektrike. Rryma elektrike, duhet të dini që dikush thotë që në disa centrale shumë të rëndësishëm, kryesisht ato të mëdha, janë fshehur disa kontingjent, disa agent, si mund të quhen, që janë të gatshëm, quhen agent të fjetur, dhe që janë të gatshëm që mund të shkaktojnë dëme kolosale. Dhe duke shkaktuar dëme që energjia në përgjithësi elektrike nuk funksionon më, kjo është pjesa 2, sepse ti nuk do kesh më asgjë, lere frigorifere dhe këto çfarë të kesh, por për ushqim të njerëzve, si do t'ja bësh? Pra, edhe këtu flasim për muaj, ndoshta edhe vjet të tëra. Dhe vjen pika 3. Në qoftë se ka një përplasje, përplasja bëhet me armë.
dhe armët bëhen mes njëri tjetrit. Pra, në qoftë se ka disa shpërthime të armëve të niveleve të larta, nuk po flasim këtu për bërthamore tjere, sepse po të bëhen ato shkatërrohet çdo gjë, por me armë. Dhe në qoftë se ngrihet NATO dhe thot, do shkojmë tani për bri Taiwanit që të luftojmë kundër Kinës. Çfarë ndodh? Ose për bri Ukrainës, sepse deri tani nuk e kanë bërë, kanë ndihmuar, por nuk e kanë bërë që të shkojnë drejt për drejt. Mund të shkojnë ushtar sa të duan. Çfarë ndodh? Po ju pyes juve. Pra, në fillim do të ketë disa përplasje, disa me armë normale, por në qoftë se do ta detyrojnë BRICS-in, janë të detyruar pastaj që të bëjnë shpërthime të mëdha, bomba bërthamore, bomba nukleare. Bile në një intervistë Putin para disa ditësh tha diçka që më ka mbetur në kujtesë. Dielli, më falni. Tha diçka Putin, dëgjojeni me vëmendje se çfarë tha. Në qoftë se tha një qen, ti e ke lidhur dhe e ke vendosur brenda një vathi ose një vendi me fjalë të bllokuar dhe e ke lidhur. Dhe ti afrohesh për ta vrarë, afrohesh nga të gjitha anët. Qeni çfarë bën sipas jush? Bëri një krahasim fantastik, Me një fjalë, këtë ai thot për veten e tij, me një fjalë për Rusin. Ju jeni futur nga të gjitha anët Rusisë dhe çfarë bën qeni? Të kafshon. Pra ai është i detyruar, pra në qoftë se bota do ta detyroj, ai është i detyruar që të shpërthej bombat, por në qoftë se shpërthejnë këto bomba, çfarë ndodh? Sepse ky është problemi që njerëzit nuk e kanë kuptuar. Tregohet që gjëja e parë, pra në qoftë se ndodh një shpërthim i tillë, gjëja e parë do të zhduken të paktën 1/3 e popullatës në vendin ku do ta shpërthejnë, sepse disa prej tyre ndoshta kanë informacione dhe mund të fshihen. Por pak rëndësi ka, sepse pasi të jetë fshehur, ndodh gjëma, sepse mbi tokë nuk do të mund të qarkullosh dot të paktën për 50 vjet. Pra, në qoftë se ndodh një gjë e tillë, toka nuk do të jetë më e banueshme. Dhe këtë e dinë që të gjithë. Dhe problemi është ky, që sepse për shembull Kim Jong-i është i çmendur. Ai tha nëse ka thënë publikisht edhe para disa muajve, nëse prekni Rusin, unë tha i shpërthej direkt. I shpërthej që sot ta bombat. Jo vetëm këtu tha, por edhe direkt edhe në Amerikë. Ai aq truka. Dhe ky është problemi që nuk duan, se po ti ngacmosh, nuk duan që të shkaktojnë probleme të mëdha, sepse ju e dini që toka është e brisht. Kanë kaluar pothuaj 100 vjet nga lufta e parë dhe lufta e dytë botërore, pothuaj parafërsisht, dhe dëmet vazhdojnë ende sot të duken qartë. Dhe ajo ishte një luftë me çeta, një luftë me armë, me ato pushkët kot fare. Merreni me mend sot. Pra ajo thënia e Einsteinit, kur e pyetën që si do t'jetë lufta e 4 botërore, me fjalë kur e pyetën si do t'jetë lufta e 3 botërore, ai tha do përgjigjem për luftën e 4, tha jo të 3-ën sepse nuk e di, tha si do shkoj. Unë mendoj që ai kishte të drejtë, sepse lufta e 3 botërore është e dhunshme, është masakër. Dhe lufta e 4 do bëhet me shkopinj, siç thoshte Einsteini. Bile e kanë thënë dhe pleqët e moshëm shqiptar. Nuk e dini apo jo, por pleqët e moshëm thoshin që do vi një ditë që njeriu do zihet me shkopinj, ashtu siç bënin dikur. Këto thoshin pleqët e moshëm. Dhe kishin shumë të drejtë. Pra nuk është se diçka e kishte shpikur Einsteini, por dukesh edhe nga zhvillimi që pleqët shqiptar kishin vënë re të njerëzimit. Megjithatë, unë do dëshiroj një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni? A do ndodh gjë në nëntor apo jo? Ky ish komandanti NATO-s që ka lënë të deklaratë fort që të gjithë po flasin për këtë. Mendoni se do të ndodhi një gjë e tillë, pra, kështu që Rusia do të mundohet që të rimari Ukrainën dhe vendet që i përkasin të tjerat që nuk i ka më tani, pra Lituanin, Letonin e tjerë, ju si thoni, dhe Kina. Nëse bën Rusia do ta bëjë dhe Kina. Kina do të shkojë drejt Taiwanit që ta rimari. Pres komentet tuaja.
Dhe si gjithmonë kush është rastisht, le t'i bëj like faqe, si të shihemi sërish nëse nuk e ka brende. Dhe ju faleminderit Shqipe që jemi për herë bashkë. Faleminderit, kalosh një ditë bukur dhe shpresojmë që mos të ndodhin këto probleme, sepse janë probleme të rënda dhe janë të pasgjithshme. Shpresojmë, ne nuk kemi asgjë, por të paktën shpresojmë. Hajde, kalosh një ditë mbarë dhe punë të mbarë sot.